Rreth 160 fëmijë egjiptianë në shkollën Ptolemet Xhuvani në Elbasan nuk mund të ndjekin vitin e ri shkollor pasi nuk janë pajisur me libra dhe bazën e nevojshme materiale. Ata nuk mund t'i blejnë pasi një pjesë kanë humbur ndihmën ekonomike, ndërsa një pjesë e kanë të pamundur të shpenzojnë edhe për të blerë libra. Prindërit shprehen se kanë mjaft dëshirë që t'i dërgojnë fëmijët në shkollë, por nuk kanë mundësi financiare që t'u blejnë librat, pasi janë të papunë dhe madje pa asistencë. S'kemi lekë që të marrim librat e djalit, e kanë çuar sot pa libra në shkollë. Nuk kemi mundësi që t'ja marrin librat. Kërkojnë, mi fjalë, që t'i japin djalit lekë. Kena klasën e? Klasën e dytë. Dhe nuk i ke marrë libra? Jo, akoma jo. Nuk i kemi mundësit. Dhe si ke marrë libra? Nuk e di. Ti marrësh? Nga kush i pret që ti marrë libra? Nuk e di. Prej disa ditësh, përfaqësues televizja rinore egjiptiane kanë vënë në dieni kryeministrin, ministren e arsimit dhe instancat përkatëse, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Jemi në ditën e parë të shkollës dhe duam të bëjmë të ditur se pjesa më e madhe e egjiptianëve nuk përfitojnë libra falas, siç janë dhe të romëve. Ne kemi dërguar letër kryeministit zotit Edi Rama, gjithashtu dhe komisionerës së diskriminimit, ministrës së arsimit zonjës Nikolla, dhe shpresojmë që të marrim një përgjigje dhe të vijmë në ndihmë egjiptianëve, shtresave në nevojë. Sot starton normalisht viti i ri shkollor, por gjithashtu fillon dhe mësimi. Shumica e këtyre fëmijëve normalisht është pa libra sot. Mos them që edhe një pjesë tjetër nuk është paraqitur fare në mësim, pikërisht për këtë arsye. Prandaj ne, duke qenë këtu me ju, ngrem zërin për sa i përket marrjes së këtyre librave falas për komunitetin në nevojë, sepse është shumë e rëndësishme në varësi të këtij problemi, ne përfaqësojmë të kohë zërin ose ngrem zërin e fëmijëve të këtij komuniteti. Si aktivisti i organizatës Lëvizja Rinore Egjiptiane Roma, ne kemi kërkuar, ja kemi adresuar kërkesën tonë kryeministrit Rama, ministrës së arsimit dhe sporteve zonjës Nikolla, si edhe ministrit Mirëqenies Sociale zotit Veliaj. Por ashtu kemi bërë dhe 12 ankesa që ja kemi adresuar komisionerës për diskriminim, që të mendohet përfshirja në këtë udhëzime dhe komunitetit egjiptian, po ashtu edhe shtresën e nevojë që janë nga maxhoranca apo që janë edhe jetimët që nuk përfitojnë dhe nuk kanë mundësi nga ana ekonomike që të marrin librat falas. Atëherë ne shpresojmë që të ndodhi kjo, sepse shumica e njerëzve kanë dëshirën e mirë për ta dërguar fëmijën në shkollë, po është pamundësia ekonomike që nuk ja krijon mundësinë për ta dërguar në shkollë. Por mjaft e trishtueshme duket kjo ditë për fëmijët e komunitetit egjiptian, të cilët nuk janë futur në mësim, pasi nuk kanë libra dhe u vjen zor nga shokët që janë me duar bosh. Një pjesë edhe pse janë bashkuar klasës nuk kanë asgjë mbi bank. Ky komunitet kërkon që librat të shpërndahen falas pasi nuk kanë para t'i blejnë e më pas të presin kompensimin.